Anini ndaj kompani që ka monopolin, që s'ka konkurencë, që i ka klientët e garantuar dhe me gjitha të kërkon subvencion. Nga qytetarët për t'i paguar paga, qiron dhe borxhet. Shko meru me nohëm, pse s'po mirësh me problemet qytetarët Prishtinës. Une nuk e një asë një, e me gjitha të sët po pikrisht kjo po na kërkohet me bo me Prishtina parkingun. Edhe sot s'është fjala veç për 100.000 euro që po kërkohen, sot po duan të vendosim nëse do të shpërblejmë keq menaxhimin, që është ndërtuar me vite, apo do të kërkojmë përgjegjësi. Prishtina parking nuk është një ndërmarrje që konkuron treg, nuk ka konkurrencë, nuk ka rrezik që dikush më ia marr klientët. E ka monopolin mbi parkingun publik në kryeqytet. E ka tregun e garantuar. Në këto rrethona, një ndërmarrje e tillë nuk do duhet të ishte borë për buxhetin e komunës, por kundrazi do duhet të ishte një ndërmarrje që kontribon në buxhet. Megjithatë, sot na kërkohen subvencione për paga, për sigurime, për qira të pronave të donatorëve të partisë, këtë nuk e dim. Sepse nëse do shton një ndërmarrje me monopol, problemi nuk është tregu, problemi është menaxhimi, edhe ky nuk është rasti. Ky është modeli qeverisjes që Prishtinë e ka apliku tash e disa vite, modeli LDK-s dhe i PDK-s, ku ndërmarrjet publike janë shndruar në vende punësimi politik, pa objektiva, pa kontroll dhe pa llogaridhënie.